Sonte pritet që Instituti i Mjekësisë Ligjore në Shkup të tregojë identitetin e personit i cili u gjeti djegur në Hotel Granit të martën në Kodrën e Diellit. Pas publikimit të emrit të Ruhi Bakiut se i njëjti mund të jetë personi i djegur, sot gazetarët e televizionit Koha qëndruan tek familja e Ruhi Bakiut. Ata nuk pranojnë të flasin publikisht dhe presin fjalën e fundit të Mjekësisë Ligjore. Ata kanë njoftuar se i njëjti është larguar nga shtëpia ditën e hënë dhe që atëherë nuk është kthyer në shtëpi. Familja ende ka shpresa se trupi i Pajet nuk është i familjarit të tyre. Ata janë në ankth dhe pritje të lajmit nga Mjekësia Ligjore në Shkup, ndërkaq që ditën kur shpërtheu zjarri në Hotel Granit, është gjetur telefoni celular i Ruhi Bakiut, ish profesor universitar dhe ish antar i Komisionit Rregullator për Energjetik. Të dhënat jo zyrtare flasin se po ashtu në Kodrën e Diellit është gjetur edhe vetura e tij afër weekend shtëpisave. Burime të televizionit Koha thonë se ai në Kodrën e Diellit ka poseduar edhe një weekend shtëpis ku janë gjetur gjurmë të tij. Televizioni Koha ka tentuar që të merë prononcime dhe nga gjykatësi hetues i kyçur në këtë hetim, por nuk ka mundur të merë prononcim. Ndryshe, të martën në Kodrën e Diellit është përfshirë nga flak Hotel Granit, ndërsa gjatë hetimeve në orët e pasdites është gjetur një trup i Pajet dhe i paidentifikuar të moshës rreth 50 vjeçare, për të cilin dyshohet se është ish profesorit Ruhi Bakiu nga Tetova. Profesor Ruhi Bakiu disa herë është shfaqur në media duke promovuar lëvizjen 12, ndërsa kishte deklaruar se është marrë në pyetje për këtë lëvizje. Madje ai po ashtu denoncoi kohë më parë se është aksidentuar në rrugën Tetov-Shkup dhe ishte ndjekur nga disa persona. Ish profesori Ruhi Bakiu njihet edhe për grevën e tij në Universitetin e Evropës Juglindore, ku akuzonte këtë universitet për nepotizëm. Bakiu disa herë gjatë këtij viti prononcoi tentime për presion dhe atentat ndaj tij. Në shkurt të këtij viti ai pohonte se ka qenë i kidnapuar nga persona të panjohur, ndërsa në mars pësoi një aksident të rënd trafiku, për të cilin thoshte se është shkaktuar nga persona të tjerë. Ai në opinion njihet me reagimet e tij kritike ndaj punës së këtij trupi rregullator të energjetikës, që kishin të bëjnë me shtrëngimet e karburanteve dhe në veçanti me rregulloren lidhur me ngrohjen qendrore.